Gjeneral, kishte presion në ato takime apo gjithçka ishte vendosur lart edhe ishit për formalitet, domethënë pjesë e delegacionit të dy palë? Ne ishim delegacion dhe grup teknik në zbatim të marrëveshjes së tashmë kish marrë rrugë, kish marrë dhe miratimin e parlamentit dhe ajo tashmë në aspektin ne nuk kishim asgjë për të ndryshuar, thjesht dhe vetëm teknikalitetet për t'i parafruar në bazë të marrëveshjes dhe detyrimeve të palëve, por edhe aty duke shhapur tensioni, kërkesa, si thush, pjesa dhe presioni për të manipuluar dhe për të marrë maksimalin e mundshme dhe për të dalë jashtë kornizave që ligji dhe aktet e tjera nënligjore e kishin përcaktuar. Dhe kjo për fat keq ka të bëjë nga pjesa e asaj që e përmenda pak më herët. Nëse nuk ke një strategji të caktuar mirëfilltasi, dhe nëse nuk ke metodat dhe taktikat që përdor për zbatimin e kësaj, për të qenë në vazhdimsi të gjitha çështjet që kemi me palën greke, për t'i ndjekur në vazhdimsi, nuk ka rëndësi kush është qeveria e majtë e djathtë, e qendrës apo kushdo që tjetë. Pra kemi unitetin si që kanë grekët në raport me ne, pavarësisht është atje Syriza, Neodemokracia apo për mua strategjia dhe vazhdimi i zbatimit të planeve nuk do ta prish kurbën për asnjë arsye. E para dhe e dyta, këtu flitet në emër të kombit, në emër të vendit, nuk flitet në emër të partisë më, por ne për fat keq kemi ngel akoma në nivelet e partisë, për sa kohë kryetari i partisë është kryeminist, është president, është kryetar gjykata, është gjithçka. Dhe për fat keq, kjo ka ndikuar negativisht dhe ata nuk dinë të frenojnë, edhe ekspertët që i kanë në krah shpesh nuk i pyesin sepse bëhen ata të gjithanshëm, të gjithditur, edhe si mund të themi si i dërguari i Perëndis në tokë. General, ju e thatë, të tekstuat pak më lartë drejt eksperiencën e palës greke në këto procese, aq më tepër konfliktet me Turqinë, që do ju pyes edhe pak më tej nëse kjo tani rikthehet edhe për shkak se Turqia duket po miraton një ligj që t'i jap të drejtë Erdoganit, pra që të shtrihet automatikisht deri në 200 milje. Por ne këtu në Shqipëri nuk kemi shumë eksperiencë apo edhe nuk pyeten ekspertët që ju thatë me qëllim për t'ju shmangur kësaj, duke marrë pakon gatshme siç vjen nga Athina me kërkesat e saj për ta pranuar. Ne vërtet nuk kemi eksperiencën e Grekut apo vendeve tjera siç është Italia apo për arsye të pozitës gjeografike, pozitës gjeostrategjike, të peshës që kemi në arenën ndërkombëtare, të gjitha këto janë faktorë që ndikojnë për të mos patur atë peshën që vërtet do të donim ta kishim ne. Por nuk është vetëm kjo arsye. Arsyeja më e rëndësishme është ajo që ndikon drejt për drejt është që ekspertët dhe ata që zgjidhen nuk zgjidhen ekspert, por zgjidhen ca yes men, ca njerëz të cilët kanë detyrime përballë kryetarit apo përballë partisë, dhe për fat keq ata edhe nëse kanë një ekspert për një interes, për një kompromentim, për një joshje, duke mos menduar gjatë, por duke menduar thjesht dhe vetëm për interesat e tij të çastit, kam bindjen që të gjitha këto kanë ndikuar që ne të mos jemi serioz edhe kur ndërtojmë delegacione apo kur ngrejmë grupe ekspertësh. Pasi ekspert kemi sa të duash, edhe me eksperiencë ndërkombëtare, por këtu ekspertiza nuk është aq e rëndësishme sa është e rëndësishme t'i kthehemi fakteve dhe dokumenteve, të cilët janë përcaktuar që nga viti 1925. Pra, ka shumë dokumenta edhe të përcaktuara ndërkombëtarisht që flasin hapur, sepse po qëse një precedent i tillë miratohet e përfiton padrejtisht pala greke, ky precedent merret pastaj për të ndjekur, për të zbatuar edhe në territore pjesë të tjera, por edhe me vendet e tjera, se i referon thon precedenti filan, po pse mos ta bëjmë tash edhe këtu. Mund përdoret edhe nga Turqia, me Turqinë pastaj. Pa diskutim, mund përdoret dhe kjo mund të përbëjë një nga shkaqet për të shpërthyer dhe për të patur konflikte. Mund të ketë presion nga Turqia tek ne, tek pala shqiptare për këtë që ta zvarrin? Nuk besoj se do ketë, pavarësisht se kanë edhe ata ndikimin e tyre, dhe nëse jam i bindur nëse ushtrohet presion i pamatur e pa kufizimi nga pala greke, jam i bindur që pala turke, nëse i kërkohet, ajo do t'jap e do të ndikoj pa diskutim. Çfarë shi ju le fakti që në krye të Ministrisë së Jashtme tani është Ferit Hoxha, që dikur ka qenë pjesë e atij pakti që u rrëzua nga gjykata kushtetuese?
unë nuk dua ta paragjykoj, as ta anatemoj, ai ka eksperiencë, nuk i mungon eksperjenca, nuk i mungon dijet, nuk i mungon njohurit, edhe konkretisht për këtë pikë dhe situatë, por edhe në aspektin e diplomacisë, sepse ai ka një ecuri si diplomat i mirëfillt, ashtë rritur, për sa i përket çështjes jam i bindur që ai ka njohuri e një mirë me detaje se sa indikuar do jetë dhe sa do ta noj nga pjesa e politikës dhe jo e ekspertit dhe jo për të mbajtur e ruajtur atë për të cilën është në atë detyrë, sepse ai është në atë detyrë për të përfaqësuar interesat e popullit shqiptar, e më gjërë të kombit shqiptar në marrëdhënie dypalshe dhe për të treguar i matur, i kujdesshëm dhe diplomat i vërtet për sa kohë është në atë funksion. Gjithsesi, kjo ngjelet për të parë se si konkretisht, por unë shikoj mënyrën se si kryeministri është shprehur. Pastaj edhe pjesa tjetër e përkthejnë në plan veprimi, unë shikoj tashmë vendimin e marrë që çështja pala shqiptare të jetë dakord që çështja të shkojë në Hag ose në Hamburg, ku janë dy qendrat që merren e trajtojnë këtë çështje. Për mendimin tim, unë uroj që të mos dalë kështu, por për mendimin tim pala shqiptare është totalisht e humbur. Më keq se në 2009-ën? Jo më keq, por në ato parametra, për atë zonë, në ato parametra do vej, dhe... Pra si 2009-ën aty, apo pak më mirë? Aty në se 2009 do shkoj, dhe për fat keq aty bëhet fjalë për jo vetëm për një territor i sasi milish deti. Aty bëhet fjalë që janë 3 nivele shfrytëzimi që së shpejti do të vinë, edhe janë përsaktuar me sa unë di e informacion kam edhe kompanit se kush do të vinë për të bërë çmimin. Pra bëhet fjalë për naftën, për gazin, për pasuritë e detit dhe për fluturimet në atë sipërfaqe në qiell, të cilët kthehen në pronë territoriale e Greqisë, që fitimet do të jenë për atë prallore, por gjithsesi kjo ngjelet për të parë dhe unë uroj që mendjet e kthjellta dhe të qeta të ndikojnë dhe të marrin vendime që të mos i dënojë historia në të ardhmen. General, për sa milje bëhet fjalë që është e diskutueshme? Unë nuk e kam në shumë shifre tashmë në konsiderace sa është, për momentin nuk më kujtohet, por nuk ka rëndësi pjesa e shifrës se sa e precedentit, ku ti kërkon të shtrihesh dhe ndryshon rregullat bazë të matjes se ku fillon. Fillon pra... Pra drejta bazë, drejta e barabartë apo vija e drejtë? Të 3 elementet që merren, ti i ndryshon këta në interesin tënd, duke marrë për bazë një ishull, Otonaj që më kujtohet tash si emër, edhe një ishull tjetër, që ka, nuk e di, s'ka me kohë të ndryshme rreth 300 banor, që nuk ka asnjë lloj vlere, kur... Ndoshta alla ata të vendosur me qëllim? Po, kur kjo ndarje me Italinë, me Kroacinë, me ne, me Grekun, nuk janë përdorur këto format ndarjes detit, dhe për sa kohë nuk përdoren, e ndërkombëtarisht njihet se kush është, sa ato janë përsaktuar se detet janë më përpara se sa ka ardhur njerëzimi, dhe detyrimisht që njerëzimit i është dashur pastaj të vendosë ca rregulla që të ketë ujërat territoriale, ujërat ndërkombëtare dhe